Tek Spitali Traumës është qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut. Unë di pak për të. Sot do jap gjak dhe do kuptoj më shumë. Atë që do kuptoj për vete, do ta ndaj me ju. Së pari, kjo është qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut. Mirë se u gjej. Mirë se. Si jeni? Mirë, faleminderit. Rudina, shumë faleminderit. Këtë vendin e keni shumë të mirë dhe nuk besoj se e din të gjithë. Nuk besoj se e din të gjithë. Paktën unë nuk e di, kërkoj ndjes për këtë, por ka njerë të parë gjithmonë. Edhe për të dhënë gjak, edhe për të treguar. Gjak kam dhënë më parë vetëm kur na vinte, kam përshtypjen në fushata. Në fushata. Qoftë qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut ose Kryqiku Shqiptar. Megjithatë, unë do doja që t'ju tregoja njerëzve që sa herë të vinë si të vinë dhe e para njerëz si ta gjejnë. E dini ju që është pak e vështirë këtu? Më ngatrova në obor, e dini apo? Qendra e transfuzionit të gjakut ka qenë vitin 60, kështu që besoj shumica e di. Si adres mund t'i themi edhe ngjitur me Spitalin Ushtarak. Okej, ngjitur me Spitalin Ushtarak. Si përfundim mua më thanë ke bashi. E gjenë, mos u ngatroni. Këtu ngatron vetëm pak amerikani, rrotullohuni dhe hajdeni këtu, te qendra e transfuzionit të gjakut. Për të bërë, ne shohim tani. Ka vënë tek dhoma e seleksionit. Këto janë të gjitha? Dhoma mjeku. Dhe ka i shkën të dhoma e seleksionimit të dhuruesve që paraqiten te qendra kombëtare e transfuzionit për të dhuruar gjak, të cilët mund të jenë familjar, kanë një person të afërm të tyre në spital, por mund të jenë dhe dhuruesit vullnetar që si të dhurojnë për pacientët me talasemi. Këtu është dhoma e mjekut, ku ulet dhuruesi. Më thonë dhuruesi, gjë e parë që bën është që vjen ulet këtu. Patjetër. Pra e orientojmë që ai të vi këtu dhe të kryej vizitën me mjekun përkatës që bën dhe seleksionimin e tij. Sepse përpara se të dhurosh gjak, duhet të plotësohen disa kritere që personi të jetë i shëndetshëm, të mos ketë marrë medikamente dhe sidomos të mos të vuajë ndonjë sëmundje kronike, që është shumë e rëndësishme. Po pas ka probleme, se shumë njerëz kanë sëmundje kronike. Jo të gjithë. Jo të gjithë, ja unë direkt bëj pyetje tani dhe direkt më fillon frika. Mos nuk mund të jap gjak, se unë di çka më dhënë tjetër, por ta provoj, se diçka ndodhur në gjatë viteve. Më të zakonshme është që a vuani ndonjë sëmundje, pra në dijenin tuaj. Në dijenin time jo. Keni bërë ndonjë ndërhyrje te dentisti javën e fundit? Javën e fundit jo, do bëj javës tjetër. Javës tjetër. Prandaj erdha sot. Okej. Ndonjë heqje, ndonjë implant? Jo. Përsa i përket virozave që janë të shumë të... E kam kaluar para 2 javësh, një viroz të. Keni marrë antibiotik? Jo. Jo. Atëherë do të bëjmë disa ekzaminime të thjeshta. Live qita do me thënë, ja të shojnë tensionin, si e kemi. Pavarësisht se nuk është një kusht skualifikues pjesa e tensionit, por gjithmonë shikojmë raportin sistolik, diastolik dhe rralljet e zemrës. Tensionin e keni shumë mirë. 12 praktikisht, me 7. Me 7 dhe pulsi 78. Pra, është brenda normave. Jam e kualifikueshme në këtë pikë. Patjetër. Do me thënë, çdo njeri që do vi, edhe pse ai për shembull ka një familjar që kërkon gjak, ky nuk mund t'i japi gjak nëse s'ka disa parametra në rregull. Patjetër. Sepse duhet të jetë i shëndetshëm radhë të parë dhuruesi, që më pas me aktin e tij ne të shpëtojmë jetë të tjera. Pra nuk është vetëm dëshira e ndonjë. Ka një kontroll, domethënë total të dhuruesit. Edhe që kjo presupozohet që të jetë sa më i sinqert personi, sepse ndonjëherë familjarët duke dashur që të mbarojnë punë, edhe mund të fshejnë ndonjë sëmundje. Dhe kjo pastaj ndikon në cilësinë e gjakut. Çfarë bën ti më së duhet e gjak? Jo, ne patjetër që i nështrohet një ekzaminimi të plot dhe nëse del që nuk i ka parametrat e duhur, atëherë asgjësohet kjo njësi. Por ne duam që të kemi dhurues cilësor. Kjo na intereson që gjakun që e marrin pacientët të jetë i sigurt. Mbasi kemi marrë të tensionit, shumë e rëndësishme është marrja e nivelit të hemoglobinës, sepse shpesh, sidomos femra, për shkak të ciklit menstrual, janë anemike. Dhe ne kemi hemoglobinometrin që është orientues për ne. Për të parë... Tani të më shikoni mua të bëj gjithë për live, që ky kriter apo jo.
Do bëjmë një shpim të Tu është gjithmonë një mjeke, e cila gjithmonë një njeri që pratë. Në momentin që ti vjen dera e parë është kjo këtu. Patjetër që do të bëjë mjeku seleksionimi, pra nëse dhuruesi është apo ju i përshtatshëm për të dhënë gjak. Vlera duhet të jetë 12.5 e lartë për femrat dhe 13.5 e lartë për meshkujt, në mënyrë që të kualifikohen të përshtatshëm. Do bëhet një shpim e vogël, mos ke frikë. Frikam, po, nuk do bërtas. Se dëgjova fare këtë shpjegimin, nga që e kisha mendjen tek, po uroj e keni dëgjuar ju, e kisha mendjen kë shpimin. Uroj e keni dëgjuar ju, pra nuk duhet të jetë diabetik, në rast se diabetikët mund të durojnë gjatë, por vetëm ata që marrin mjekim me insulin janë të përjashtuar gjithmonë nga durimi i gjatë. Nuk mund të janë. Nëse keni diabetik që e ka të kontrolluar nivelin e glukozës, atëherë ai mund të durojë. A kuptoj, pra nuk përjashtohesh. Po, vetëm ata që kanë insulin. Me anë të pepinometrit dhe për të parë vlerën është në rregull, 12.7 dhe kjo tregon që rudina është seleksionuar për të dhuruar, pra është një dhuruese e përshtatshme. Mund të jem dhuruese gjaku. Domethënë, deri tani kemi mungesën e sëmundjes tensioni dhe hemoglobinës, të cilat janë shenja që ti mund të dhurosh gjak. Po, janë disa nga ekzaminimet që ne bëjmë përpara. Por për shembull, unë mund të them nuk kam sëmundje, dhe unë kam. Si bëhet? Duhet ta besosh tjetrin apo bën analiza tjera? Normalisht, njerëzit priren që ato që janë sëmundje vërtet të rënda, ata t'i thonë. Por, për ndonjë përdorim antibiotiku, po themi që mund ta anashkaloj, pyetja që ai e ka përdorur, po nuk tregon, dhe ne këtë duam që të kemi sinqeritet maksimal tek pyetjet që bëhen ndaj i bën mjeku ndaj dhuruesit dhe ai të përgjigjet ashtu si kundërse duhet të kuptoj që ky gjak siç po shkon për njeriu e vet, se çfarë problematike mund të sjellë. Ndërkohë, si vazhdon procesi, çfarë bëju? Pasi jemi në rregull me të gjithë pyetjet që mjeku i bën dhuruesit, pra që nuk kemi ndonjë sëmundje, nuk kemi përdorim të ndonjë medikamenti, ne bëjmë regjistrimin e tij në sistemin EMOWeb, që është një risi në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, që kemi pothuajse rreth 2 vite që ne kemi. Regjistrohet personi? Po, regjistrohet me anë të kartës së identitetit, ku vendosen të dhënat dhe ne lidhemi direkt me gjendjen civile, me regjistrin e gjendjes civile, ku dalin emri mamit, emri babait, datëlindja, vendlindja, i kërkojmë më pas numrin e telefonit për të pasur një kontakt që nëse ka ndonjë problem analizat e tij, stafi laboratorit ta kontaktojë në telefon. Gjithashtu, ne shohim që sa dhurime mund të ketë bërë ky person. Sa interesant, dalin gjithçka regjistruar. Të gjitha, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse nëse një person rikthehet të dhurojë gjak, unë automatikisht kam një informacion për të, kam një historik që si ka qenë, si ka ndalë analiza, dhe kjo është një standard më shumë për sa i përket sigurisë së gjakut. Jashtëzakonshme. Pra gjithçka është aty. Aty janë vetëm ata që japin apo dhe ata që marrin? Patjetër që janë dhe ata që marrin gjak, sepse në sistemin na lejon që për të gjurmuar njësinë e gjakut nga momenti që është dhuruar, ku ka kaluar pastaj që është përpunuar dhe ku është përndar. Nëna ime, ka emrin aty nëse është marrë si gjaku? Patjetër. Mund ta kërkojnë? Po. Evangeli Xhunga. Kjo na ndihmon për të parë që edhe sa nësi ka marrë një person i saktuar, po për të parë edhe destinacionin e final të gjakut. Hyrë në bankën e gjakut në QSOT, sepse pacienti është shtruar aty, dhe shikojmë tek arkivi. Arkivi i pacientëve. Dhe e kërkojmë me emër. Evangeli Xhunga. Viti transfuzion për të parë në 2025? Po, për të parë. Atëherë do të jemi një pacientë dhe në shohim se çka ka marrë. Jo të gjitha mund të jenë të regjistruara në sistem, sepse janë të gjitha, aq ka marrë. Arita shikoj. Po, në raste të caktuara mund mos jenë të gjitha të regjistruara, për shkak sepse nuk është futur sistemi në çdo bank gjaku dhe ne mund të kemi njësi të marrë atë nga bankat në kurrete. Dhe për këtë mbajmë një regjistër të veçantë në mënyrë që
sa po të bëhet dhe të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, ne të kemi çdo gjë të dokumentuar edhe në sistem. Kjo gjë më e mirë. Nëna ime është arsyeja pse unë erdha sot te qendra e transfuzionit të gjakut, ajo nisi të marrë gjak edhe trombocite, dhe kështu unë u bëra e vetëdijshme për nevojën e jashtëzakonshme për gjak që ka njëri. Dhe e kuptova detyrimin që kam unë si vajzë për të dhënë gjak, por mendoj që kështu fillon ndërgjegjësohet çdo kush kur kupton nevojën për gjak. Patjetër është shumë e rëndësishme dhe ne duhet ta kemi gjakun paraprakisht aty në mënyrë që t'i ndodhemi dhe të jemi sa më afër pacientit në momentin që ai kërkon gjak. Dhe kjo gjë minimalisht duhet që ne gjakun ta kemi përpara 24 orëve, sepse i nënshtrohet ekzaminimeve, duhet të dalin analizat në rregull, të përpunohet gjaku në mënyrë që të jetë pastaj gati për të shpërndarë dhe për ta marrë pacienti. Ku ne do të shkojmë edhe në një ambient tjetër ku bëhet i gjithë përpunimi i gjakut që ne mbledhim në Tiranë dhe në bankat e gjakut që janë të vendosura pranë. Do doja të shkonim ndërkaq që unë edhe të bëj dhënien e gjakut, por kam një pyetje. Unë vi sot, siç mund të vi çdo kush, prindit të cilit ka nevojë për gjak apo një afërm, por a e përballon dot i smuri gjakun që nëna ime nuk e përballon dot, në gjakun që do jap, unë duhet shumë të tepër, si bëhet? Patjetër, ne kemi pacientë të cilët janë të smur kronik dhe për këtë kujdeset shteti, pra të gjitha ato fushata sensibilizuese që ne bëjmë për ditë, bëjmë një kalendar gjithë vjetor, duke përfshirë të gjitha institucionet shtetërore, përfshim çdo aktor tjetër, qoftë biznese private të cilët kanë një numër të caktuar punonjësish, qoftë të bëjmë thirrje nëpërmjet autohemotekës tonë lëvizëse, sepse është bërë e mundur që tashmë çdo person që ka dëshirë të dhurojë gjak, kur autohemoteka lëvizë është në qytete të ndryshme, ata mund të afrohen dhe të dhurojnë gjak me të njëjtën cilësi, me të njëjtën standard, siç mund të dhuronte një person që ndodhet këtu në Tiranë, në qendrën kombëtare të transfuzionit. Gjë që na ka bërë që jo vetëm të rritet ky sensibilizim, por ne të kemi mjaftueshëm për të përballuar, po themi, këto raste që na janë paraqitur. Ja kemi dalë me sukses, por ka qenë dhe është një punë shumë e madhe. Ne për ditë bëjmë thirrje që të dhurohet gjak. Atëherë, sapo ju shtuar, jo vetëm një vullnetare e dhurimit gjakut, por edhe një vullnetare në promovimin e dhurimit të gjakut. Ne të falenderojmë shumë dhe do donim që promovimet të kësaj natyre të jenë të mos kenë vetë persona probleme. Duam që ne të bëjmë të mirën dhe që pacientët tanë të mos u mungojë asnjë gjë nga ato që ata kanë nevojë. Faleminderit shumë për gjithë çfarë bëni. Ndërkohë, është Këtu është vendi ku durohet. Mirëdita, si jeni? Puna mbar. Kjo është doma ku dhurohet gjaku. Domethënë mbasi ke mbaruar gjithë kontrollet, do vish këtu. Duhet të unë kam vesh diçka që të jetë në rregull, kaq më duhet, ëh, se mora diçka të lirshme. Ripat ndoshta duhet të heq. Këtu? Okej. Okej. AB pozitiv. Kur e ke bërë si analizë që ti e ke marrë veshje grupi AB? Ka kohë, fillim edhe check-upeve, domethënë e kuptova që cili grup gjaku isha dhe pastaj rezusin gjitha. Po. Grupi AB në të veçantë krahasim me grupet e tjera. U bëra madje në fillim fare kur e mora vesh, dija pak për grupet e gjakut, edhe ç'është ky grup se kisha dëgjuar ndonjëherë, A, B, mirë, po A dhe B. Pastaj fillova të kuptoj çfarë grupi ishte i madh, çfarë grupi ishte. Është marrës universal. AB, ja? Grupi AB merr nga të gjithë grupet, nga A-ja, nga B-ja, nga C-ja dhe nga vetvetja. Po për të dhënë? Për të dhënë vetëm vetës së vet. E pa besueshme, s'ka se dhe ndryshme. Dhe shumë i rëndë dhe plazëm, sepse është dhënës universal në plazëm. Sa interesant, po që ka i rëndësishëm. 0, A, AB,
Për plazmën është i rëndësishëm. Po, sepse është virus universal. E kuptoj. Një gjë që se kam kuptuar akoma, duhet ta kuptoj për mamin, vështirësia që mami për gjak ka qenë më e thjeshtë, ndërsa për trombocite jo. Domethënë më kanë thënë që prit nuk ka, do vish prap nesër. Është vërtet sepse masa trombocitare apo puli trombocitar do një kohë të përcaktuar për të prodhuar, sepse kërkohen gjaku të mblidhet brenda 24 orëve të para. Pra duhet gjaku më i freskët i mundshëm, të jetë me të njëjtin grup që ka nevojë pacienti, që më pas të përpunohet dhe të jetë gati një masë për një pacient adult. Po që ka e vështirë. Është e vështirë, sidomos kur kemi dhe grupe të rralla që gjaku ne mund të kemi dhurime në ditë, por mund të mos jetë me atë grup gjaku, prandaj detyra jonë është shumë e fortë e vazhdueshme që njerëzit të vinë të dhurojnë gjak në mënyrë që ne të kemi sa më tepër në dispozicion që të krijojmë pule trombocitare me grupet që kërkojnë pacientët. Aktualisht ju keni rezerva? Ne gjithmonë kemi një stok që e mbajmë për rastet urgjente, emergjente që paraqiten, por në momentin që ato përdoren, bëjmë thirrje sërish. Duhet përsëri. Për shembull, kjo që po ndodh që unë po bëj tani, unë në momentin që jap, nuk është gati, nuk kam gati asgjë për nënën, për që ajo të marri nesër. Sepse merret gjaku, do të shkojë të përpunohet, do të bëhen analizat dhe vetëm kur të gjitha këto do të jenë në rregull, atëherë bëhet gjaku gati për shpërndarje. Duhet të fillojmë të kuptojmë më shumë për nevojat e tjetrit, por bëjmë pyetje edhe për nevojat tona, na bën mirë të japim gjak. Po. Pra nuk është vetëm mirë që ne shpëtojmë jetë, por i bën shumë mirë organizmit, sepse ka të dhëna dhe janë me evidencë shkencore që dhurimi i gjakut mban në nivele të shëndetshme depozitën e hekurit, sidomos tek meshkujt që nuk kanë cikël menstrual siç kanë femrat, dhe kjo gjë i mbron nga një sër sëmundjesh kardiovaskulare, neurologjike, ul viskozitetin e gjakut, mbron nga goditjet në tru, pra ka një sër benefitesh dhurimi i gjakut. Të dashur burra, mbroni veten duke dhuruar gjak, sepse kam përshtypjen duhet ta ndryshojmë pak, dhuro gjak për të ndihmuar tjetrin, dhuro gjak të ndihmosh veten. Pas dhurimit gjithmonë unë të pimoj, dorën mund ta lëvizësh lirë. Mund të lëviz tani, se unë kështu e ngrirë. Po, mbaroj dhurimin. Faleminderit. Duhet të rish pak. Po, patjetër që të na mësoj trupin me humbjen e kësaj sasie. Sa gjak dasho? Tek 350 ml. 350. Po ai që merr zakonisht kaq merr 350? 350 është maksimumi. Personi që merr varet nga çfarë ka nevojë. Mos i kështu. Që me një dhurim gjaku shpëtohet 3 jetë, sepse nga një gjak i plot ne përfitojmë masën eritrocitare, plazmën dhe masën trombocitare. Shpëtojmë 4 edhe tonën. Tani ku shkon gjaku im? Gjaku, ne tani do të shkojmë tek pjesa e përpunimit. Sa po kishit një dhuruese tani, një kolegja jote, gazetar. Se interesant, unë sa po thosha, s'ka njeri, duhet këtë njerëz tërkohës. Po bëja vizitën ndërkohë atje dhe kishte një problem të vogël me feritinën, pra kuroj me hekur dhe nuk arriti të dhuronte. Nuk lejohet të japësh kur ke feritinën e ulët. Ajo ishte vullnetare? Jo, ajo po dhuronte për babain e saj dhe ishte shumë emocionuar dhe donte të dhuronte. Dhe kjo domethënë të jep një pozitivitet tek njerëzit dhe i thash me shumë qetësi, sot nuk do dhurosh. Do dhurosh një ditë tjetër kur ti je më mirë, po papin sigurisht që do ta ndihmoj. Aty ju mbushën syt me lot edhe shikoj, edhe mua mbushën syt me lot, tani do fillojnë të qajmë të gjitha, por nuk do e bëjmë. Do ju themi vetëm me zemër në dorë, dhuroni gjak. Dhuroni gjak, dhuroni jetë, ndihmoni 3 jetë, tuaj janë 4. Tani do kalojmë te pjesa më interesante, që është përpunimi i asidit të gjakut që dhurohet. Për mua kjo është diçka shumë e bukur, interesante, do shikojmë gjëra si kemi avancuar neve në përpunimin e gjakut. Qendra kombëtare ka marrë statusin qendër universitare, sepse prej të paktën janë 2015 dhe specializimi i afatgjat në mjekësi transfuzive, ku mjekët specializohen pikërisht për Mirtita, si jeni mirë? Doktor Juliana, shefe kontrolli i cilësisë, do na shpjegoj tek përpunimi i gjakut tani.
për gjërat interesante që të fola pak më parë. Okay? Ja, për shumë unë e dallova me njerë, ato janë trombocitet. Janë plazma. Unë gjajnë pak me trombocitet, po janë të ngrira, janë plazma. Okay. Do filloj pak të bëhem eksperte, ju siguroj që do vi shpesh, jo të dhuroj mbase, po të sill njerëz që dhurojnë edhe të flasin për dhurime. Ishte shumë mirë. Puna mbar, si jeni? Ktu është plazma. Kjo është plazma. Plazma që është ngrirë. Tani po etiketohet dhe po bëhet gati që të dërgohet tek bankat e gjakut që kemi në spitale për të përdorur nga pacienti. A+, zero pozitiv. Të kontrolluar edhe është në rregull. Kjo është e pastër e gjithë është e kontrolluar. Dhe ku shkon tani? Kjo tani do shkojnë në bankat e gjakut që ne kemi në spitale, në 5 spitalet universitare në Tiranë. Sepse çdo gjak që mblidhet dhe përpunohet në Tiranë është destinuar kryesisht për këto 5 spitale kryesore dhe pastaj me rrethet, bankat e gjakut që kemi në rrethe, në varësi të nevojave, dërgojmë stok kur Si përftohet plazma? Plazma ishte ajo e grupit tim, grupi im prodhon plazmën për të gjithë, dhe si është ide, unë jam AB dhe më thanë që për këtë gjë vlej. Është dhurës universale. Dhurës universale plazmës. Që do thotë, ne mbledhim dhurimin e gjakut të plot, i cili Ja, një AB kjo është një AB. pozitiv. Sa i ftohtë, më ka qenë ngrirje? Është në ngrirje. Ngrirje, tërkohës, AB pozitiv. Nga një dhurim në gjakut të plot, 450 ml, gjaku vjen këtu, centrifugohet, Vemi që ta shikoj? Po. Do me thënë, gjaku që u mor imi, vjen ku? Vjen këtu. Këtu. Që reparti përpunim. Po. Bëni kontroll tjetër? Paralelisht, merret me dhurimin e gjakut, merren edhe mostrat për testimin e dhuruesit, të cilat shkojnë në laborator. Mostrat testohen paralelisht me gjakun që vjen dhe përpunohet këtu. Gjaku regjistrohet, futet tek peshohet, futet tek centrifugat. Aty centrifugohet për të ndarë. Ato janë centrifugat? Janë centrifugat e gjakut. Futemi dot apo janë slejohet? Pra këto janë centrifugat e gjakut, vendoset në kupa gjakut dhe centrifugohet këtu. Kjo centrifugë bën 12 centrifugime në të njëjtën kohë. Dhe më pas, mbas procesit të centrifugimit, gjaku është i gati për të ndarë në komponentët e tij. Pra nga një sasi gjaku e plot e centrifuguar, ne jemi në gjendje që të përfitojmë masën eritrocitare, pra qelizat e kuqe të gjakut, plazmën dhe shtresën e bafikotit, e cila përpunohet më tej për prodhimin e trombociteve. Trombociteve, ajo është finalja. Ajo kërkon akoma më tepër procesim për të arritur dhe për të përfituar produkti final. Pastaj, u realizua. Ku shkon? U realizua centrifugimi. Dhe këtu jemi tek pjesa e ndarjes në komponent. Këto janë ekstraktorët automatik që bëjnë ndarjen e gjakut në komponent. Pra këtu prodhojmë ndahet në plazmën, në masë eritrocitare dhe në shtresën e bafikotit. Me plazmën merret dhe kalon procesin e ngrirjes së shpejtë, është frigoriferi apo stafat që bën ngrirjen për brenda 1 ore të plazmës. Më pas ajo etiketohet, pasi kanë dalë rezultatet e analizave, pra të gjitha plazmat e vlefshme për të transfuzuar që nga testimi në laborator ka rezultuar që nuk përmbajnë agent efektiv që mund të transmetohen nëpërmjet transfuzionit të gjakut, plazma etiketohet dhe ruhet pastaj dhe bëhet gati për shpërndarje. Masat eritrocitare ruhen në frigoriferët të ftohës. E njëjta procedurë vlen edhe për këto, pra presin përgjigjet e analizave, etiketohen dhe pastaj qëndrojnë në stokun ton për të shpërndarë sipas nevojave nëpër spitale. Me bafikotin pastaj puna vazhdon akoma, sepse për të përfituar trombocite, procesi është pak më i gjatë, është më delikat. Çfarë ndodh? Për përfitimin e trombociteve, neve pasi marrim rezultatet e analizave dhe vlerësojmë që kemi bafikote të vlefshme për transfuzion, krijojmë në varësi të grupit pule apo grupime me 6 bafikote, njësi bafikotesh, të cilat bashkohen së bashku edhe me një solucion apo stafat ruajtës për trombocitet. Procesi shkon përsëri në centrifugim, i nështron një centrifugim të dytë. Më pas, ndahet dhe përftohet ajo shtresë e quajtur koncentrat trombocitar. Pra, për të përfituar një njësi trombocitesh e vlefshme për transfuzion tek një pacient, përgjithsisht flasim për pacient të onkohematologjisë, për pacient që i nështrojnë kimioterapis, pacient që kanë probleme hematologjike, pacient që kanë probleme me patologji që ndikojnë
në sistemin e pikses së gjakut. Pra, në këto raste, neve do t'i transfuzojmë me koncentrate trombocitare, pra duhen 6 dhurime të ndryshme, të cilat të përfitojnë 6 pafikote me të njëjtin grup, të vlefshme me analizat për të marrë një njësi të vlefshme për transfuzion. Mbasi centrifugohet, mbasi përftohet ky koncentrat trombocitare, nënshtrohet një transformim të dytë, që është inaktivizimi i patogjente. Kjo sepse çfarë ndodh? Atje domethënë. Ky është procesi i inaktivizimit. Pra ky është një njësi koncentrati trombocitar i gatshëm për të transfuzuar. Që do të thotë, për të përfituar këtë, mua më janë dashur 6 dhurime. Më duhen 6 dhurues me grup gjaku A pozitiv. Sa pun ka për këtë? Dhe çfarë ndodh? Procesi tjetër, duke qenë se trombocitet do të ruhen në temperaturë ambienti, është shumë e rëndësishme që këto të jenë të sigurta për transfuzion dhe të mos të kenë kontaminim të ndryshëm apo ato patogen që mund të ketë pasur të gjakut të dhuruesit. Po aty çfarë ndodh ndërkohë? Ne këtu e inaktivizojmë me një nga teknikat më të fundit që kemi për inaktivizimin e patogenëve, dhe në këtë rast ne jemi të sigurt që trombocitet i kemi të sigurta për transfuzion. Çfarë ndodh? Ky është vendi ku ruhen trombocitet do të ruhen në temperaturë 20 plus minus 2 gradë Celsius dhe në tundje të vazhdueshme. Pra është shumë e rëndësishme që deri në momentin që ato shkojnë tek pacienti të ruhen në tundje të vazhdueshme në mënyrë që të mos agregohen me njëra tjetrën trombocitet dhe pastaj nuk janë të E është zakonshme. Kur je i afër në pacienti, siç është rasti im dhe ti pret trombocite, domethënë realisht nuk e di çfarë po pret. Po pret dikë, jo, nuk e kupton procesin. Dhe që kërkon kohë. Edhe shumë njerëz të përfshin. Kërkon dhurues. Ne të kemi mundësi për t'i prodhuar të trombocite. Tani edhe unë jam shumë ndërgjegjshme për atë që marr, por uroj që të mund të bëjmë të ndërgjegjshëm ata që japin, për shkak se kjo është diçka që tani kam nevojë unë, nesa mund të kesh nevojë ti. Është një aksident i cili mund të sjellë nevojën, është një traumë, është sa nevoja mund ndodhin bepas që ti të kesh nevojë pastaj për trombocite, plazmë, gjak, të tjera. Për ta kuptuar kemi mesatarisht nevojë për 100 njësi gjak në ditë. Pra kemi 100 kërkesa, do themi që ka nevojë çdo ditë për të transfuzuar me gjak. Kaq duhet të jetë edhe njerëzit që të vinë të dhurojnë kërkesa një ditë. Që i di, po ato që s'di? Ato që janë të paparashikueshme, pastaj janë të tjera që ne prandaj duam sa më tepër gjak të kemi, sa më tepër dhurues, sepse nuk u kushton asnjë gjë. Një njeri i shëndetshëm përveç se i bën mirë trupit të vet, por bën shumë mirë duke dhuruar jetë, që është gjëja më e rëndësishme, sepse njerëzit sot e kanë të vështirë për të dhënë lek. Dhe kjo patjetër që kuptohet, por për të dhënë diçka nga vetja, por nuk të kushton asnjë gjë, këtu duhet fillojë ajo pjesa e solidarizimit, e ndërgjegjësimit të njerëzve, dhe ne duhet ta bëjmë kulturën në popullatën shqiptare. Gjaku vetëm dhurohet apo ka dhe njerëz që shesin? Jo, që në 2023 është një rast suksesi në qendrën tonë kombëtare të transfuzionit, që kemi 0 dhurime me pagesë. Oh, sa mirë. Do njerëzit dhurojnë. Dhurojnë dhe të gjitha dhurimet janë vullnetare. 75% ne i kemi dhurime familjare dhe vetëm 25 janë ato vullnetare. Atëherë të ndikojmë të rrisim 25-ën, të ndikojmë bashkë të rrisim 25-ën. Çfarë ndodh pas këtij momenti? Si iket që këtu? Do thënë njeriu që ka ku vjen thirrja që unë dua trombocite? Më sill, si vjen, si funksionon? Vjen nga çdo personel që ka me vete një blok ku aty bëhet shënimi nga mjeku përkatës kurrës që çfarë ka nevojë pacienti. Nga i paraqitet në bankën e gjakut ose në qendrën kombëtare të transfuzionit, po themi për spitalet private, dhe në varësi të kërkesës që paraqitet ne mundohemi që ta plotësojmë. Me mamin... Ke gjithë kohës në kontakte vazhdueshme me kolegët që ne kemi në bankat e gjakut në spital dhe me ata mundohemi që të bëjmë menaxhimin e stokut për të gjithë komponentët, jo vetëm për koncentratet trombocitare, por edhe për masat eritrocitare dhe për plazmën. Që është një punë gjatë gjithë kohës në bashkëpunim me kolegët që kemi në banka, me klinicistët dhe nevoja që ata parashtrojnë, në mënyrë që të gjendemi sa më lehtë, sa më mirë të gjithë pacientëve në nevojë. Por duhet durimi në radhë të parë, pra duhet lënda e parë që ne të kemi mundësi të vazhduar me të tjera. Domethënë, një gjë që unë e them shpesh dhe mundem t'ja u them dhuruesve gjithmonë, është fat të kesh mundësi të dhurosh gjak. Pra që të kualifikohesh për të qenë një dhurues gjaku, ti duhet të kalosh disa, kolega ime profesor Violeo ka
shpjeguar pra cilat janë ato kriteret për të bërë gjë. Po çdo person duhet ta konsiderojë këtë gjë si një luks, ti je i shëndetshëm pa dhuron. Dhe më tepër se sa një akt human, ky duhet të shndrohet në një detyrim qytetar. Pra unë sot jam i shëndetshëm, unë mund ta bëj dhe nesër kur një familjar im apo unë vetë kem nevojë, unë e di që do të ketë po prap njerëz të ndërgjegjshëm qytetarë si puna ime që kanë dhuruar për të plotësuar këtë nevojë. Ja dhe një gjë tjetër, pra është fat të dhurosh gjak, se je i shëndetshëm, jo të gjithë e kanë këtë fat. Pastaj jemi në zonën e shpërndarjes së gjakut, pra këtu gjaku i ruajtur në frigoriferët e qendrës kombëtare të transfuzionit. Këto janë frigoriferët? Janë edhe në repartin e përpunimit, nuk janë të gjithë. Bëhet gati për tu shpërndarë në spitalet. Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut, ashtu si edhe çdo qendër kombëtare transfuzioni në të gjithë Europën, i nështrohet një programi certifikimi nga Drejtoria Europiane e cilësisë së medikamenteve. Çfarë ndodh? Ata dërgojnë tek neve mostra anonime, të cilat testohen dhe rezultatet të dërgohen po prapë kësaj qendre. Dhe në varësi të rezultateve që ne dërgojmë, certifikohemi në qoftë se aparaturat tona testuese janë të standardit të kërkuar europian. Ne kemi përftuar certifikimin për të gjitha testimet që realizojmë tek gjaku i dhuruar. Pra qoftë për grupet e gjakut, qoftë për agentët infektiv të transmetueshëm nëpërmjet transfuzionit. Që do të thotë edhe ne si institucion jemi në të njëjtin standard me vendet kryesore europiane. Super, se këto janë grupet e gjakut, pastaj dhe grupet e gjakut është shpërndarja në popullsi dhuruese, ku kemi grupin 0 pozitiv, që është dhe dhuruesi universal me 38%, i ndjekur nga A pozitiv me 32%, B pozitiv 14%, dhe pastaj grupet që janë më të ralla, kuptohet 0 negativ 5%, A negativ 4%, AB pozitiv 4%, B negativ 2% dhe AB negativ është grupi më i rrallë, që është 1%. wow. Por çfarë është e veçanta tjetër, ne këtu kemi edhe fenotipin e zgjeruar të sistemit rrezull, sepse kemi pacientë të politransfuzuar dhe këta pacientë nuk është se marrin gjak vetëm një herë në jetën e tyre, por marrin disa njësi. Dhe këtu hyn sidomos pacientët me talasemi, të cilët çdo 2 javë duhet të marrin masa eritrocitare. Dhe nuk mjafton që gjaku të jetë i pajtueshëm vetëm sipas sistemit AB0, por duhet të jetë i pajtueshëm edhe sipas fenotipit të zgjeruar. Dhe shiko se sa e vështirëson në momentin që kemi për shembull një grup B pozitiv, po themi me strukturë C madhe, C vogël 2 të mëdha, që është më pak se 1%. Kjo gjë na bën që ne prandaj të themi që duam sa më tepër gjak në mënyrë që ne të sigurojmë gjakun që i nevojitet pacientit, sepse duhet të jetë identik grupi që kanë me strukturën apo dhe me grupin e gjakut të tyre, me rezisin. Pasi është përcaktuar grupi i gjakut në qesja që është marrë nga dhuruesi në sallën e përpunimit, i nështrohet përcaktimi i grupit të gjakut tek laboratori imunohematologjisë i mostrave të dhuruesit, pra për të pasur një standard të dyfish, pra të bërë në 2 duar të ndryshme, pra nga pjesa e mjetit dhe mjetit të laboratorit. Si jeni? Mirë, përshëndetje. Arbej metra. Faleminderit. Testohen të gjithë mostrat. Do të thënë gjaku ime erdhi këtu. Gjaku i dhuruar. Për kontroll. Mostrat e gjakut të dhuruar, po, vinë këtu për të testuar, por doktori do ta tregojë më mirë për pjesën e automatizuar që i nështrojnë të mostrën. Ku vjen, ç'a ndodh? Ku jemi tek laboratori i imunohematologjisë. Kryesisht është i fokusuar në përcaktimin e grupit gjakut, kontrollin e antitrupat të rregullt, me fjalë kontingjihen dhe që ne testojmë këtu janë dhurues, përveç dhuruesve edhe pacientët. Edhe pacientët. Me fjalë, ne si qendër, si institucion jemi laboratori referencë për gjithë Republikën, pra për gjithë vendin. Jo vetëm për Tiranën, por kryesisht volumi më i madh i punës kuptohet që është për Tiranën. Kam parë dikë që gjeti grupin e gjakut me një pjatë. Jo. Kështu muhabetesh janë folklor. Ato kanë ngjerë si gojdën, nuk besoj se ka akoma persona që bëjnë atë gjë. Duhet të vi këtu. Por që përcaktimi sakt dhe konfirmimi zyrtar i një grupi gjakut bëhet këtu. Pajisjet në përdorim ne kemi për fat të mirë
fulli automatic, me të thënë çdo gjë është automatizuar. Mostrat faktikisht që në momentin që dikush dhuron gjak, vjen edhe urdhri për llojin e testimeve që do të kryet. Por pavarësisht se është vullnetar apo është dhurues familjar, grupi gjakut përcaktohet për gjithë. Kështu që mostrat siç na vjen nga sektori të katës, ne i centrifugojmë paraprakisht, të gjitha janë të bakotuara, gjë që edhe kjo është një element tepër pozitiv për të shmangur kryqëzimin apo një problem tjetër që mund të lindë. Pas centrifugimit do të vendoset në për aparatet të kacës, për momentin kemi në përdorim vetëm të aparatin që kemi këtu. Është duke punuar ndërkaq? Po, siç thash, çdo gjë është fully automatic. Mostrat vendosen në slotet të kacës. Dhe normalisht japim edhe urdhrin për llojin e testimit që do të kryhet. Duam grup gjaku, duam kontroll për antitubat pa rregull. Kontingjenti i pacientëve është ai më problematiku, sidomos pacientë që vijnë nga hematologjia, të cilët janë pacientë në përgjithësi që transfuzohen në mënyrë kronike dhe që her pas here mund të krijojnë antituba pa rregull. Prandaj është shumë e rëndësishme që këtyre pacientëve të kalojnë për filtra të tjerë kontrolli. Sa e çuditshme, në fakt po bëri një gjë përshtypje, unë jam fëmia e një pacienti dhe kështu nisi gjithë interesi im për të kuptuar si funksionon. Kur shkuam në QSUT, më bajta me analiza të bëra jashtë. Dhe ata më thanë ne i bëjmë këtu përsëri dhe me siguri janë bërë këtu. Analizat e kujt? Të gjakut, të nënës. Të nënës. Po, të nënës. Me siguri, domethënë donin një siguri të plot dhe tani e kuptoj pse i donin këtu. Pavarësisht se tani ka filluar të rregullohen gjërat, se më përpara siç e thënë vetë bëheshin me pllaka, bëheshin kudo në çdo laborator, tani kjo punë ka marrë një situoj rregulli. Po sa kohë ka që kjo ka këtë fytyrë? Po 2 vjet, 2-3 vjet që ka krijuar këtë. Jemi duke edhe monitoruar nëpërmjet violës se si ndodh, pasi në mënyrë absolute një grup gjaku nuk duhet bëhet nga çdo kush. Duhet bëhet vetëm nga mjeku transfuziolog, i cili i jemi fiks fare dhe shmang ato pastaj pak pajtueshmëri që mund në raste të caktuara mund të jenë edhe fatale për pacientin. Fatale. Pra, domethënë duke parë këtë mënyrë ti ke besim 100% që ajo që do marrësh është. Do me thënë se nuk bëhet fjalë vetëm për çfarë jep. Këto janë pacientë se ne punojmë edhe me spitale private, po kanë ardhur për të testuar, përgjigjet i jepen zyrtarisht. Ja, pa treguar emrat, nuk kemi të dhënat private, po. Zyrtare për atë që e ka kërkuar për çdo pacient, në rast se kërkojnë pajtueshmëri thash në pacient. Si punoni edhe për spitale private? Pse privati nuk e ka, vjen edhe këtu. E vjen edhe këtu, ka detyrim ligjor. E ka detyrim ligjor. Po. Pra, e bën edhe në laboratorin e kuptoj, po këtu njihet. Për pacientët që do transfuzohen, jo për gjithë. E kuptoj. Pacientët që do marrin transfuzion e gjaku e kanë ndëruar që të bëjnë. Atëherë, për ta përmbledhur transfuzioni është marrje e gjaku? Në momentin që merret gjaku, vetë edhe urdhri në laborator për katës për testimet që do të kryhen. Pra, për agent efektiv, që do të bëhen hepatitet D, sifilizin i vajzin, transaminazën, dhe pastaj për pjesa tjetër është grupi gjakut, testet e kumësit, fenotipi, pra është një gamë goxha e gjerë testimet që do të kryen, dhe të gjitha dalin dhe validohen nëpërmjet sistemit që ne kemi edhe sistemin goxha modern tani të digitalizuar dhe validojmë grupet jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Republikën, për gjithë Shqipërinë. Pra, për fat të mirë, kemi arritur në standarde të tilla që pavarësisht se mund të ndodhin se bankat e gjakut dihet që mund të kenë problematika me personel mjekësor, jo në çdo bank gjaku ke mjek, duhet ta themi këtë, kështu që validimi që i bëjmë këtu është ai që shmang pastaj çdo keqkuptim në lidhje me grupet e gjakut dhe që i vë vulën përfundimtare një përcaktim. Pra, besueshmëria e gjakut që marrin shqiptarët kudo, janë njerëzit në Shqipëri, jo shqiptarët, sa mund të kenë nevojë janë tuaj, vjen që këtu. Standard shumë të lartë për sa i përket sigurisë së gjakut. Pra gjaku që merret në Shqipëri është i sigurt. Gjaku që merret në Shqipëri është i sigurt dhe siguria vjen nga ky vend që po ju tregojmë sot. Unë e kam për herë të parë gjithë këtë proces që ta kuptoj. Unë nisa nga një histori personale familjare, por me sa duket do t'i kushtohem dhe do kemi edhe të tjera. Ky është hera e parë, jam pak e hutuar sot, kam edhe gjak, kështu që më lejohet, nuk e di, mbasi jep gjak, përveç se bën emisione të tjera çfarë ndalohen? Vetëm aktivitetet të rënda fizike mund t'i menjanosh, 2 orë mbas durimit nuk duhet të konsumoj personi duan, 6 orë jo alkool, jo të marrë ndonjë për të lëvizur mbas para 2 orëve. Kaq, të tjerat lejohen. Të tjerat lejohen. Okej. Faleminderit, mirupafshim. Unë të mbar.
Faleminderit. Që na erdhe. Shumë faleminderit. Do vim, dhash fjalën, do vim. Po, patjetër. Edhe të kuptojnë çfarë bëni ju. Ju bëni një super punë. Ne jemi si prapaveri, fakt, nuk është se puna jonë dhe në pa, po që është shumë e rëndësishme një... Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë këtu jemi në laboratorin e agentëve infektiv. Tu testohet gjaku. Puna mbarë, si jeni? Mirë. Kemi doktoresh Alden. Si jeni doktoresh Alden? Do na sqaroj Mirë. më shumë. Dhe ky është një laborator tjetër, përveç atij që Ai ishte për grupet e gjakut, se këtu testohet për agentët infektiv gjaku i dhuruar. Pastaj në gjaku bëka xhiro të madhe, derisa të vej. Testojnë që t'jeti sigurt. Testojnë për agentët infektiv dhe për pjesën molekulare, po për agent infektiv për shumë çfarë? Viruset, hepatiti B, hepatiti C, HIV dhe sifilisi. Ndërto bëjmë dhe analizat biokimike për vullnetar, për viruset vullnetar që durojnë gjak. Dhe testimi... Gjaku këtu vjen edhe i pacientëve edhe i dhurusve, i gjithve. Tu tek neve vjen i dhurusve, i pacientëve shkojnë për pjesën e grupeve, për të parë. Pra, domethënë kontrolli është e para çfarë grupi, që ti të mos kesh asnjë konfuzion në grupin e gabuar. Çfarë mund ndodhin që të merr grupin e gabuar? Është fatal për jetën. Fatale. Pra, grupi i duhur i gjakut ishte një laborator tjetër, nësa këtu është grupi pa viruse, sepse ti mund të marrësh dhe ka ndodhur, mund të themi që ka pasur raste, që ti merrje një gjak të infektuar. Ka pasur në të kaluarën e para nga metodat e testimit dhe nga dhuruesit cilët kanë qenë me pagesë. Ndërkohë që ka shumë vite, gjuhë nuk ka më dhurues me pagesë dhe janë futur dhe metoda të reja, teknologjia më e fundit, që është vetëm këtu në qendrën tonë, për testimin e agentëve infektiv. Pra këtu bëhen me dy metoda dhe siguria është maksimale. Siguria është maksimale dhe kjo është qendra e jetës më jetë që kam parë. Nuk di t'ju them, edhe pse jam pak... Nuk e di sepse jam pjesë e një familje me një problem që ka nevojë për gjak, por sot vetë dhash gjak, pra nuk jam në 100% e tregimit tim sot, por jam më shumë pritse se sa dhënëse informacioni. Do vi një tjetër, të jem më e qetë dhe më e qartë për të dhënë informacion. Sot unë po marr informacion, një informacion që vërtet nuk e kisha ditur. I lumshin duart edhe një mrekulli kushdo ka kontribuar që të jetë një qendër e tillë fantastike dhe ta krijoj siguri të jashtëzakonshme. Faleminderit. Pra, mbas si mbaronte të dy laboratorët, kaq ishte. Pastaj gjaku shkon tek kërkuesi. Po, në bankat e gjakut. Kemi 5 banka gjaku në Tiranë, transporti bëhet 2 herë në ditë me ambulancat tona, me termobox, pra mblidhet gjaku, sillet, testohet, përpunohet këtu në qendrën tonë. Mund të di ku janë bankat e gjakut, sepse do duhet të shkojnë se cilën prej tyre. Një është e pediatria. Jo, një është në QSUT. Kemi në te Nën Tereza, kemi në 2 maternitetet, kemi në sanatorium. Kemi edhe tek Spitali Traumës. Këto janë bankat e gjakut të Tiranës. Të Tiranës, por në rrethe? Në rrethe, në çdo spital, në çdo rreth të Shqipërisë ka bank gjaku. Si funksionon banka e gjakut? Apo do ta tregoj me herë tjetër. Do shkoj dhe do shikoj si është banka e gjakut. Sa këtu po ri vetëm me marrjen e gjakut. Ma ky është vendi që unë herës tjetër kur vi xhiroj, do doja të kishte sa më shumë njerëz që vinë, të kishte hyrje dalje, madje të thoshte Rudina prit në radhë, tani bëj muhabet më vonë se apo kemi. Kemi, okay. Ja, vullnetar apo familjar? Po, janë familjarë. Nuk duan të xhirohen. Jo, nuk... Edhe mund të pyesim. I pyesim në qofsa. I pyesim se vërtet të dhurosh gjak është nder, parafitro që dikush ta thot ose jo, por ajo që ai ndjen është faleminderit që shpëtove jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Personat publik ftojnë të tjerë. Nuk e di, për shembull, këtu është Ronaldo, sepse Ronaldo është një prej personazheve i cili dhuron më shumë gjak. Po sportistët tanë dhurojnë?
Sportistët ne do donim shumë që t'i ftonim në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut. Të lutem, hajde i ftojmë kombëtaren sapo ka bërë Armando Dukës që ta sjell ekipin e kombëtares tonë që të dhurojë gjak për të promovuar edhe në Tetori Roz, që gjaku është shumë i rëndësishëm dhe kush më mirë se personat të cilët janë aktiv, janë të shëndetshëm mund ta promovojnë këtë gjë. Prandaj se të bën mirë. Ky është një është edhe ekipin e Liria. Patjetër që ka qenë të parë, po kanë ardhur kanë dhuruar të gjithë çunat, kishin fituar dhe kampionatin atë ditë, kështu ishte një shembull shumë të mirë dhe ne duam ta shtrim të fushatën me sportistët tanë. Sepse reale është kjo. Dikur ka qenë ideja të cilën akoma është një stigmë që dhuron gjak ai që ka nevojë për para sepse është shet. Dhuron gjak ai që është i shëndetshëm. Jo të gjithë e kanë fatin të dhurojnë gjak dhe jo të gjithë e kanë luksin që t'ju thuhet faleminderit që dhurove gjakun tënd për mua. Ju faleminderit shumë për gjithë shpjegimet, për gjithë të vend që menaxhoni dhe është një fat i madh për gjithë ne që kemi nevoja, por askur ti nuk e di kur ke nevojë për gjak, kur ke nevojë për jetë. Do takojmë prapë, do vi përsëri. Faleminderit që zemër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përse t'ju kemi. Faleminderit, shumë faleminderit.